Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish sonte me historinë e radhës. Ndonjëherë gjërat e mira që ne bëjmë në jetë na kthehen bumerang. Na kthehen në formën më të vështirë që ne mund ta presim, në formën më të tmerrshme që ne mund ta duam. Dhe rrëfimi i shkruar me shumë emocion sonte që më ka mbritur në studion time është nga një zonjë e nderuar, e cila me lotët në sy ka treguar dhimbjet që ka kaluar në jetën e saj. Ka histori që nuk duhen haruar, thot, jo sepse janë të bukura, por sepse janë plak që të shoqërojnë gjithë jetën. Plak që nuk i sheh askush, por i ndjen vetëm ty. Sa herë që mbyll syt dhe rikthehesh në ato ditë kur besimi yt u përdhos nga njerëz që nuk e meritonin as hijen tënde. Ky është rrëfimi im, i gjatë, i vërtet në zemrën time, i mbushur me mëshirë, zhgënjim, tradhti dhe një forcë që nuk e dija se e kisha. Unë e quaj shtatorin e ftohtë dhe spitalin e bardhë. Ishte mbrëmje e vonë, qiell gri. Shi i imët që dukej sikur e lante borën. Por brënda meje kishte vetëm ankth të zhurmshëm. Ku telefonata erdhi si thik. E kanë çuar në spital, gjendje e rëndë, duhet gjak urgjent. Zëri i vllait tim dridhej. Nuk kishte forcë as të fliste. Dhe unë e ndjeva që diçka ishte tmerrësisht keq. U vesha me nxitim, dola në shi, më dridheshin duart ndërsa e mbaja timonin. S'po më shkonte mendja për asnjë gjë, vetëm dëshiroja që të arri në vendngjarje. Në korridorin e gjerë, me ato drita që nuk fikeshin kurrë, pash kunatën time të shtrirë, të zbet, me tubacionet e lidhura kudo. Nuk ishim kur të afërta, por ajo ishte gruaja e vllaut tim. Ishte nën, ishte njeri. Mjeku më tha, nevojitet gjak me njëherë, pa vonesë. Pa pyetur, pa menduar, thash, merrni gjakun tim. Nuk isha frikë, nuk prisja falënderim, nuk prisja asnjë gjë, thjesht doja që ajo të shpëtonte. Për vëllain, për fëmijët e saj, për familjen. Ndjeva gjakun që më tërhiqej ngadalë, duke shpresuar se po jepte jetë. Dhe kur pash që e stabilizuan, që syt ju hapën, me zemër ndjeva një ngrohtësi të thellë. E bëra atë gjë që duhej. Nuk e dija se një ditë kjo vajzë për të cilën unë e dhash gjakun tim, do të kthehej në njeriun që do të më thyente shpirtin për gjithmonë. Kur ajo u përmisua, mendova se ndoshta midis nesh do të kishte më shumë respekt. Por koha e tregoi krejtësisht të kundërtën. Nuk kishte as falënderim, as një fjalë të butë. Vetëm një shikim të ftohtë që më ndiqte sa herë që takoheshim. Së pari filluan komentet e vogla, të heshtura dhe të helmuara. Më shumë se fjalë ishin shigjeta të fsheta. Po ky pse nuk flet? Pse ri kaq i qetë? Mos ndoshta do të duket më i mirë se të tjerët? Në fillim mendova se e kisha gabim. Ndoshta ishte thjesht natyra e saj e vështirë, por pastaj filluan fjalët që ajo shpërdante të tjerëve në dorë. Si tymra të zeza që e mbushnin shtëpinë tonë. Ajo fliste për mua sikur unë isha armiku i saj. Thoshte se unë mbaja qëndrim, se bëja viktimën, se shtiresha i sjellshëm, zili,
urrejtje pa arsye, nuk e dija, por e ndjeja se diçka po zinë të keq mes kunatës, mes meje dhe mes vllaut tim. Dhe si çdo gjë e keqe, pati një pikë shpërthimi. Banesa 50 metër katrorshë, lufta për një hapësirë modeste. Kur krijova familjen time, gjithçka që kisha ishte një banesë e vogël 50 metër katror. Një vend i vogël, por imi. Punova vite të tëra, kursime, net pa gjumë, por unë ja dola. Aty ishin kujtimet e mia, e ardhmja ime, qetësia ime. Por për disa njerëz, ajo shtëpi ishte thjesht një plaçkë. Kunata filloi të influenconte tek vllau im, të fliste kundër meje, të kërkonte që mua ato të më largonin, të më shtynin me një anë sikur unë isha pengesë në jetën e tyre. Ajo s'ka pse rima aty, i thonte. Kjo banesë duhet të ndahet ndryshe. Pse duhet të ketë ajo vend kur ne kemi më shumë nevoja? I thonte tim vllajt. Fjalët e saj nga një moment u kthyen në vendime. Vendime që më shkatëruan qetësinë, ditët edhe netët. Çdo ditë që kaloja në atë shtëpi më dukej sikur ecja mbi xhama të thyer. Është e çuditshme se si një njeri që i shpëtove jetën mund të bëjë 100 të zeza vetëm për 50 metër katror. Jeta nuk është gjithmonë e drejtë, por ndonjëherë është brutalisht ironike. Do ta quaj pjesën e tashme dhimbja e padukshme e netët pa gjumë. Ka dhimbje që të thyejnë brinjët, e ka dhimbje që të thyejnë në shpirtin. Ajo që kalova ishte e dyta, ne të veria e zgjuar, e dërmuar nga mendimet dhe pastaj e pyesja veten time. Ku gabova? Përse e meritova unë këtë? Pse njeriu që unë e shpëtova më uren mua kaq shumë? Kisha frikën të flisja sepse çdo fjalë imja kthehej kundër meje. Çfarëdo që të bëja ajo e shtrëmbëronte. Ajo gjente arsyen për të ndezur zjarrin edhe kur unë kërkoja qetësinë. Më ngarkoi me faje që unë nuk i kisha. Më bëri të ndjesha e padobishme në shtëpinë time. Më largoi nga vllau im dhe më e dhimbshmja, më bëri të mos i besoja më njeriut që unë shpirtrisht i kisha ndihmuar. Besoj që nuk do ta kisha besuar kur që mirësia po ktheheshka në mallkim. Një ditë e pash qartë se unë e shpëtova atë nga vetja, nga vdekja, dhe ajo përpoq të më vriste mua ngadalë në heshtje, me fjalë e me intriga. Paradoks i hidhur. Ajo e mori gjakun tim, por ma shpërbleu me thik pas shpine. Vetëm se thika e saj nuk ishte metal, ishte përbuzje, ishte shpifje, ishte zili. Dhe zemra ime u mbush me një lloj dhimbje që nuk mund ta shpjegosh me fjalë. Për herë të parë në jetë ndjeva se mirësia ime ishte përdorur kundër drejt meje. Por njeriu gjen forcë pa dashur. Por njeriu rritet nga dhimbja. Njeriu forcohet nga zhgënjimi. Dhe unë mes gjithë baltës që më hodhën zbulova karakterin tim. Nuk i ktheva të këqijat. Nuk fola keq, nuk ula në nivelin e saj, isha më lart sepse unë e dija kë kisha. Njeriu nuk po shtrohet duke heshtur, po shtrohet kur e humbi integritetin. Sot jam më e qetë, më e mençur edhe më e fortë.
E kuptova se nuk ka dhimbje më të rëndë se tradhtia e një njeriu që ti ndihmove, por nuk ka as fitore më të madhe se të mbjetosh pa u bërë si ata. Dhe po, banesa ime e vogël është ende imja, me mund, e jo me manipulime. Sot kur e kujtoj të gjithën këtë histori, nuk më dhëmb më si dikur. Kam një dhimbje të qetë, të ulur që ri në një qosht të shpirtit si kujtesë dhe si paralajmërim. Dhe mësimet janë të qarta. Mirësia nuk të garanton kthim të mirë. Jo çdo njeri e meriton sakrificën tënde. Zilia tjetrit mund të bëhet armiku yt më i madh. Familja nuk është gjithmonë gjak, por sjellje. Njeriu bëhet i rrezikshëm kur nuk njeh mirënjohjen. Por më e rëndësishmja është kjo. Unë s'jam penduar që edhe gjakun tim, sepse ajo tregon kush jam, jo kush janë ata. Nga kultura në familjen të cilën jam rritur unë, dua t'jap një mesazh, kam mësuar që me patjetër që njeriu duhet respektohet, duhet treguar kultura, por në momentin që ne e pim gjakun e dikujt, ne në atë moment jemi të vllazëruar dhe të japësh gjakun edhe të të kthehen shpinën, më faloj motër, vetë stati ja ke bërë.